A mundet me nga të regu? Üçüncü tür için herhangi semptomu var mı? Nasıl görebilirler hastalar eğer böyle bir hastalık varsa? Yumurtalık kanserleri sinsi seyrediyor ne yazık ki. Serviks kanseri gibi tarama testlerimizde yok. Ultrason ve kan tahlillerini, bazı tümör markerları dediğimiz kan tahlillerini daha çok biz tanı ve takipte kullanıyoruz. Genelde hastalar bize karın ağrısı, şişkinlik, hazımsızlık gibi başka hastalıklarla karıştırılabilecek semptomlarla geliyor. O semptomlarla geldiğinde de ileri evrede yakalamış oluyoruz biz. Lloji i tretë, e cila është kanceri vezorëve, është pak më i fshehtë se për dallim nga dy llojet e tjera të kancerit. Aty zakonisht kur po na vijnë pacientët, po mundë me pas ndonjë ankesë të cilat po i shkaktojnë ndoshta edhe ndonjë smundje tjetër, mundet me qenë me fryrje, mundet me qenë me dhimbje të cilat nuk kanë lidhje të pashpjegueshme, mos me që nuk mundet me shpjegu formën se për çka ankohen. Kur po na vijnë me këtë gjendje, atëherë ato po janë fazës pak më të